Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Gaforës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është lopa. Lopa me numrin 5 është thirrje e qetë por shumë e fuqishme për të ushqyer, dhënë dhe marrë me durim dhe dinjitet. Ky letër flet për rrënjëzim, stabilitet, dhënje dhe pranueshmëri. Ajo përfaqëson shpirtin e dikujt që nuk ka nevojë të ngutet, që nuk lufton për të fituar dashuri, por e ndërton atë në heshtje me veprime të qëndrueshme dhe të kujdesshme. Lopa është simbol i bollëkut të butë, i sigurisë dhe dashurisë që ushqen pa kërkuar asgjë në këmbim. Nëse ndihesh sikur po jep shumë dhe nuk merr mjaftueshëm, kjo letër nuk të thotë të ndalosh së dhëni, por të jeni më të vetëdijshëm për atë që lejon dhe ku vendos jep energjinë dhe kohën tënde. Bujaria pa kufi, të dashur Gafor, nuk është dashuri. Është të harrosh, është harresë ndaj vetes. Ti meriton të marrësh, po aq sa jep. Në një kuptim tjetër, kjo letër të kujton se ndonjëherë frutet vijnë me kohë. Nuk e pse të shtysh jetën me forcë. Rritja ndodh edhe në heshtje. Mos e nënvlerëso fuqinë e një jetë të thjeshtë, të qëndrueshme, të ushqyer me dashuri të vërtetë. Pra, qetësia jote është forcë, dashuria jote është vlerë. Qëndron në rrënjët e tua dhe dije, ajo që je duke ndërtuar ka kuptim, edhe nëse ende nuk duket. Ose është kjo që të dëroni të prisni frutet e juaja, apo të jepni aty ku merrni dhe diçka. Bujaria nuk është dashuri. Apo jo. Apo bujaria pa kufi është harresë ndaj vetes.